I ftohti ekstrem bërthen New Yorkun temperaturat më të ulta se në Antarktid. New Yorku po jeton një të ftohtë ekstrem që madje i tejkalon të ftohtit polar. Vendi ka regjistruar temperatura në disa zona më të ulta se pjesë të caktuara të Antarktidës. Të dielën, qyteti regjistroi një temperaturë prej rreth -16 gradë Celsius deri në -26 gradë Celsius. Shërbimi kombëtar i motit paralajmëroi për kushte ekstreme të ftohta dhe konfirmoi se kjo është periudha më e gjatë e temperaturave të ulta në më shumë se një dekadë në disa zona. Sipas të dhënave të publikuara nga shërbimi meteorologjik, i ftohti në disa zona të Meksikës së Veriglindore arriti në pothuajse -40 gradë Celsius. Autoritetet paralajmëruan më shumë se 43 milion njerëz të tregonin kujdes, duke përfshirë zonat kryesore metropolitane si New Yorku dhe Philadelphia. Kushtet atmosferike u përkeqësuan nga errat forta dhe nga rreshjet e dendura të dëborës në nivel lokal të shoqëruara me një sistem atmosferik që krijoi breza rreshjesh me akumulime të shpejta. Në disa pjesë të veriut të shtetit të New Yorkut dhe në veri të Anglisë së Re, temperaturat arritën -29 dhe -34 gradë Celsius. Meteorologët paralajmëruan se në këto kushte, ngrirja e lëkurës së ekspozuar mund të ndodhë më pak se 30 minuta. Në javën e fundit paktën 17 persona kanë ndruar jetë në New York City nga qëndrimi jashtë gjatë stuhisë dhe 13 prej këtyre vdekjeve u konfirmuan si rezultati drejt për drejt i hipotermisë.